Drejtoria e burgjeve ka njoftuar zyrtarisht gjykatën e posaçme për arratisjen e Altin Docit, një nga të akuzuarit në dosjen Plumbi i Art. Sipas shkresës së drejtorisë, Doci është larguar nga Spitali Rajonal i Durrësit dhe aktualisht ndodhet në kërkim nga Policia e Shtetit. Gjykata ka konstatuar se i pandeuri nuk mund të shoqërohet në seancë, pasi nuk ndodhet në ambientet e IEVP Durrës. Avokati i Docit i kërkoi gjykatës të kontaktoj Policinë e Shtetit për t'i komunikuar të pandeurit, duke theksuar se ai mund të jetë edhe në banesën e tij. Në sallën e gjyqit ishin të pranishëm të pandeurit dhe përfaqësuesit e tyre ligjor, përfshirë Enver Diva, Beshan Xhixha, Skerdi Tase, Erion Alibej, Henrik Hoxhaj, Julian Hoxha, Petrit dhe Agron Qoli, si dhe Aslam Plaku. Prokurorët e SPA kërkuan që gjykata të kërkojë informacion zyrtar nga Policia e Shtetit për statusin e Docit, në mënyrë që procedurat ligjore të vijojnë sipas rregullave. Ky incident vjen pas arratisjes së paprecedent të Altin Docit nga spitali, duke nxjerrë në pa boshllëqet në sistemin e sigurisë dhe duke vënë në fokus përgjegjësitë e drejtorisë së burgjeve dhe autoriteteve të policisë. Ndërkohë kërkimi për kapjen e tij vijon, ndërsa procesi gjyqësor duhet të respektojë procedurat edhe në mungesë të pandehurit.